Të organizuar ja kanë mësyrë sheshit Skënderbeu. Mëngjesin e së mërkurës, rreth 1300 biznese u mblodhen para qeverisë së Kosovës. Vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për daljen e bizneseve në treg të hapur të energjisë bëri që këto kompani për herë të dytë të dalin në protestë. Mos e ndal eksportin, zëri biznesit nuk fikët me rrym, kërkojmë tranzicion jo lëmosh, ishin disa nga pankartat e protestuesve të cilët e kundërshtuan këtë vendim. Para objektit të qeverisë, ata paraqitën edhe kërkesat e tyre. Kërkesa jonë është që brenda 10 dite ZRE-ja ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Qeveria e Republikës Kosovës të ullet me ZRE-n dhe ta gjej mekanizmin ose masat të cilat do t'i ndihmojnë biznesit që të mos ta vrej efektin negativ, që të mos ndikojnë në kostën e jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës. Përfaqësuesit e bizneseve ju drejtuan edhe me disa kërkesa të tjera ekzekutivit. Ta mrapa neve janë herojtë e Republikës Kosovës. Ta mrapa neve janë ata që ndërtuan institucione, rrugë, ura dhe sjellën gjithçka në vendin tonë. Nga qeveria, protestuesit vazhduan marshin e tyre deri para zyrës së rregullatorit. Këtu ata lëshuan pankartat, të cilat i mbanin në duar, duke kërkuar reflektim nga bordi i ZRE-s. Neve jo që na vështërson punën, po na detyron të shikojmë mundësit tjera të zhvillimit biznes. Se normal ne biznesmen që kemi arrit deri në këtë fazë, ne prapë do të bjetojmë, po ndoshta jo në Kosovë, do në shtet tjetër. Nga data 1 qershor, kompani që kanë më shumë se 50 punëtor apo mbi 10 milion euro qarkullim kanë dalë në treg të hapur për furnizim me energji elektrike.